Mbrëma. Përshëndetje. Mbrëma. Kësojmë që në këni mirë. Jam mirë edhe unë. Kjo është puna e fundit e kësaj dite. Duke qenë se kam filluar herët që në mëngjes sot. I lajmërova edhe më përpara që do të bëja parashikimin mujor tek Top Channel. Normalisht kur është në kanalet televizive gjitha gjërat kalojnë shpejt e shpejt. Prandaj dhe them vërtetën jam e lumtur që sot përkoj pikërisht edhe një lidhje drejt për drejt, që të mund të flas pak më gjerësisht edhe për dhjetorin, sepse ka shumë rëndësi që të futemi mirë pastaj edhe në vitin 2026. Fola dhe dje faktikisht, të më normalisht që më thonë bë pak edhe përzier, por edhe tek A2 CNN, kurse tek programi Dita Jon, dhe aty fola përciptazin në lidhje me muajin dhjetor. Do të flas për të gjitha shenjat, kur t'i vijë rradha do të flas për të gjitha shenjat. Viti 2026 është shumë i përzier dhe është vërtet i ndar, pa shumë si me thik. Nuk mund të them fix se kjo është një shenjë, po pjesë të gjitha shenjat do e bëjmë me radhë, domethënë. Lajmi i mirë është që është një vit shumë herë më i thjeshtë për të kaluar sa viti që lëm mbrapa, që është pjesa më e rëndësishme. Nuk do të kemi aq retrograda sa që kishim këtë vit. Viti 2025 ishte viti i retrogradave, sidomos Marsi, kishim 3 retrograda të planeteve personale, pra të 3 planet personale ishte në retrograd në jetën kohë. Nëntori ishte i vështirë sepse ishte rikthimi të gjitha këtyre problemeve që kishim filluar që në Mars të këtij viti, por tashmë jemi në një periudhë ku këto janë kalimtare, domethënë të gjitha, dhe kemi shumë më të thjeshtë për të kaluar. Ndërkohë që viti 2026 nuk është ashtu. Do të kemi klasiket, më të themi, Mërkur do të kalojë përsëri 3 herë në retrograd, sepse çdo vit kalon 3 herë në retrograd. Këtë vit, ose gjatë vitit 2026, do të kemi retrogradën e Venusit. Retrograda e Venusit, pjesa e parë mund të bëhet pak problematike, sepse do të jetë tek shenja Akrepit dhe Venusi tek shenja Akrepit nuk ndihet mirë. Mund të kemi rikthimin herë disi më të thella, domethënë tematikave që patëm këtë vit. Kjo do thotë që të gjitha lidhjet problematike që nuk arritën që t'i zgjidhnin problemet gjatë këtij viti, do t'i mbartim dhe do të jemi të detyruar që t'i zgjidhim në një mënyrë ose në një tjetër, ajo do t'jetë në tetor dhe në nëntor të vitit 2026, pra në fund të vitit. Për gaforen po, edhe pse kishte shumë sfida për gaforen, gëzohem me qira fjala e mira që ka qenë një vit i suksesshëm. Të them vërtet edhe për mua si gafor është një vit vërtet shumë i suksesshëm, sepse gjeta vërtet rrugën time, ishte një vit shumë pozitiv për këtë arsye, ishte shumë i lodhshëm, shumë i lodhshëm. Por nuk e mohoj dot edhe faktin që ka qenë viti që krijoi baza shumë të rëndësishme për mua. Viti 2024, të them vërtet më la shumë të shpërndar, nuk dija se ku qëndroja, nuk dija se çfarë po bëja, kurse tani është komplet ndryshe. Po, kemi kaluar shumë sfida, po sfidat mbarojnë tani. Retrograda e Jupiterit që po ndodh në këto momente mund t'i rikthej disa nga ato sfida, ato që kanë ngelur, më të themi, në që t'i zgjidhim dhe ato, është shumë pozitive dhe kjo mos e merrni fare me frikë. Përkundrazi, është një periudhë ku të gjithë ne që jemi tek shenja gafores mund të heqim edhe ato mbeturin të fundit që kanë ngelur, sepse kur të kaloj Jupiteri në datën 30 qershor të vitit 2026 do të kaloj tek shenja Luanit, pas asaj do të kemi kthimin e të ardhur materiale, ose më thënë puna që kemi bërë do të përkthehet shumë herë më tepër në të ardhur materiale. Viti 2026 për shenjat dashit është një periudhë pozitive, goxha. Do t'i marrë të gjitha shenjat me radhë, do i them përciptazi,
Ndërkohë që nëse dëshironi të dini me detaje për jo vetëm për shenjat, por edhe për datat e rëndësishme që do të kemi gjatë vitit 2026 dhe si të përdorim ka më tepër rëndësi, do të bëj lidhjen drejt për drejt, do ta bëj nga Zoom-i këtë herë. Është një lidhje me pagesë, por mendoj që është shumë efikase. Unë vazhdimisht merrja pjesë tek lidhje të tilla kur isha në akademi për astrologji dhe vërtet që ishin shumë pozitive për mua, që gjithë vitit dija se ku të qëndroja dhe çfarë masash të merrja. Prandaj të gjithë ju që jeni të interesuar, do ju këshilloja me ngulm. Do të jetë në datën 14 dhjetor. Është një lidhje drejt për drejt, ose më them, siç e thash, do ta bëj nga Zoom-i dhe do të zgjasë pak sepse kam shumë tema për të prekur. Faktikisht sot doja të flisja pak më tepër, të them vërtetën, për muajin dhjetor, sepse është muaj shumë i rëndësishëm. Është muaj pozitiv dhe siç e thash edhe në fillim, është një muaj që mund ta përdorim mirë, nëse e përdorim mirë, do të futemi shumë mirë në vitin 2026 dhe ta kemi shumë më të thjeshtë bile gjatë vitit 2026. Okej. Me sa po shikoj, gjithë po pyesin për shenjat tuaj për gjatë vitit 2026, siç e thash, do të flas shumë preciptas sepse dua vërtet që të jap disa informacione për këtë muaj në mënyrë që ta kemi më të thjeshtë për vitin 2026, që të marr pak me radhë, domethënë, dhe kuptoj që jemi të gjithë entuziast për vitin e ardhshëm sepse ky vit e ndritëm. Por, okej, edhe për Luanin do të flas. Okej. Si fillim, shenjat që jam më me fat për këtë muaj, i kam thënë në të gjitha platformat e mia, edhe i kam thënë edhe në gjitha televizionet, që shenjat më me fat në këto momente gjatë muajit dhjetor janë shenjat e zjarrit. Deri në fund të janarit do të vazhdojnë që të jenë këto shenja. Do të normalisht që do vinë në ulje, do të vinë duke u lodhur, më mirë të themi, por së mos dhjetori këtij viti, pra në këto momente që po jetojmë, shenja e Luanit ka shumë fat. Është shenja e Zgjetarit dhe pas kësaj, pra e treta, është shenja e Dashit. Po i marr pak a shumë të gjitha me radhë këto dhe do i them se si ta përdorni fatin tuaj në maksimum. Po. Atëherë, për shenjën e Luanit. Në këto momente, shenja e Luanit është në periudhën që e ka pushim. Nga problemet, nga hallet, nga sfidat që ka pasur deri në këto momente, e ka pushim. Muajin dhjetor. Prandaj të këshilloj patjetër që ta përdorni. Deri në datën 24 dhjetor do të jetë efikase këto që po them. Mund të krijoni burime të reja për të ardhot materiale, mund të rregulloni marrëdhëniet tuaja edhe në lidhjet afatgjat ose të krijoni lidhje të reja. Kjo do të thotë që edhe nga ana emocionale, edhe nga ana materiale mund të rregulloheni vërtet shumë. Është një periudhë shumë pozitive për këtë. Kjo është shenja më me fat e këtij muaji, po e them, temat që do të preken janë këto të dyja. Duke qenë se shenja e Luanit është fiks në energjinë e tij, pra është në energjinë e zjarrit, janë shumë aktiv, janë shumë optimist ka shijetës, është një proces i cili nëse përdoret ashtu siç duhet, do të na futi me këmbë të mbar edhe në vitin 2026. Prandaj do t'i këshilloja me gurm që ta përdorim këtë periudhë. Nëse keni probleme brenda shtëpisë, me familjen, këtë periudhë përdoreni për të komunikuar, për të zgjidhur problemet një nga një. Dhe mbi të gjitha do të kemi edhe të ardhur materiale të mira, në qoftë se i përdorim burimet ose të krijojmë burime të reja tani, edhe për të krijuar, edhe për të realizuar, më të themi, jetën që ne dëshirojmë. Duke qenë se për shenjën e Luanit, luksi në një farë mënyrë ka shumë rëndësi, kjo do thotë që ka aftësi në këto momente që të prodhoj aq shumë sa të jetoj jetën që dëshiron, pra jetë luksi. Do t'i këshilloj të mos harroni të targetoheni, sepse ky do të jetë një motivim vërtet shumë i lartë. Prandaj dhe do të këshilloja që edhe këtë patjetër ta shtonit në program. Partneritetet gjatë këtij muaji e kanë pushim problemet, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Duke qenë se kemi kënde pozitive të Plutonit i cili është vendosur përballë me ta. Pra Plutoni deri në këtë moment po shkaktonte shumë probleme në marrëdhëniet që kishin në çift. Ndërkohë që gjatë këtij muaji keni pushim edhe këtë, prandaj do i këshilloj që edhe këtë si pikë ta përdorni. Të rregulloni marrëdhëniet tuaja, të forconi edhe më tepër në mënyrë që të rezistojnë edhe vitit të ardhshëm. Pse po e them këtë? Në gjatë vitit të ardhshëm do të kemi ndryshimin e aksit të eklipseve. Dhe nyja jugore
e hënës, e cila në përgjithësi sjell sfida, do të kalojë tek shenja e luanit. Kjo do të thotë që do të kemi vazhdimisht sfida në jetën tonë. Nuk është një periudhë e shkurtër, është një periudhë afërsisht 1 vit e gjysmë, prandaj dhe duhet jemi të gjithë 1 vit e gjysmë të gjithë. Është një periudhë në të cilën duhet jemi të gjithë shumë të kujdesshëm. Prandaj dhe që sa periudhë deri në atë pikë do të këshilloj që të ndërtonim një themel të fortë, në atë periudhë të kemi se ku të mbështetemi. Pra siç përmend, deri në fund të këtij muaji, deri në datën 25, shenja e luanit do të këshilloj që ta përdorim në çdo aspekt të jetës, sidomos në marrëdhëniet që kemi me partnerët tanë, për të kryer lidhje të reja dhe për të rregulluar të gjitha problemet që kemi brenda shtëpisë. E njëjta që është edhe për zhvillimin e karrierë, kemi shumë tema gjatë muajit që do të kemi fat, prandaj mund t'i përdorim të gjitha. Shenja tjetër që është më me fat gjatë muajit dhjetor është shenja e shëgjetarit. Shenja e shëgjetarit ka vërtet shumë fat. Pothuajse në çdo aspekt të jetës, dhe pika që do të ketë edhe më tepër fat është marrëdhëniet që ka me partnerët e tyre, po ashtu dhe për të kryer lidhje stabil. Kjo nuk do të thënë thjesht lidhje sentimentale, do të thënë lidhje që i rezistojnë kohës me shoqërinë, mund të krijojë partneritete biznesi në këto momente shumë efikase. Për shenjën e shëgjetarit kemi realizimin pak a shumë të ëndrave gjatë kësaj periudhe, ose më themi kemi realizimin e punës që kam bërë deri në këto momente, do t'i kthej të gjitha në realitet dhe do ta shndrojë jetën e tij në një jetën që dëshiron. Kjo përsëris nuk është se vjen ashtu nga hiçe, vjen sepse ka punuar gjatë gjithë këtij muaji, do t'i këshilloja me ngurmë që të bëni bashkëpunime. Për shenjën e shëgjetarit është një nga proceset të cilat do t'i sjellë shumë të ardhur materiale, vetiu, pra ata vetë nuk është se s'kan fat, por në qoftë se bashkëpunojnë me dikë, ndihma që japin dikujt tjetër dhe që marrin mbrapsht, e shton këtë herë 1000. Prandaj dhe bashkëpunimet na bëjnë vërtet shumë mirë. Jemi me fat gjatë gjithë këtij muaji, është një periudhë shumë pozitive edhe për të firmosur kontrata, edhe për të martuar, edhe për të blerë shtëpi, për çdo gjë që ju keni dëshirë, çfarëdo që të mendoni, domethënë këto momente që të planifikoni, mundeni ta arrijeni. Për shenjën e shëgjetarit është periudhë shumë pozitive. Edhe kur dielli të mbarojë udhëtimin, që të kaloj tek shenja e Bricapit, nuk ka fare rëndësi, do të vazhdoj. Për shenjën e shëgjetarit është një periudhë konstante kjo. Në këto momente kemi drejtuesin e tyre Jupiterin në retrograd, kjo i ngadalson disi, nuk është ndikim negativ edhe ky, përkundrazi, duke qenë se ngadalsojmë, arrim që të shikojmë gjërat më mirë, më saktë. Prandaj, nëse diçka po vjen më ngadalë tek ne, edhe ne thjesht duhet të ngadalsojmë hapin. Kaq. Vlen edhe për ata që kanë ascendent zemër, Eda, po, vlen për të gjithë. Ata që kanë edhe diellin, edhe që janë me ascendent tek shenja e shëgjetarit. E njëjta gjë është e vlefshme edhe për shenjën e luanit që thash pak përpara, edhe për ata që kanë lindur gjithasë shenje, edhe për ascendentin. Mirë mbrëma, faleminderit. Hëna në shëgjetar ka ndikime të tjera. Hëna në shëgjetar do thotë që këto janë instiktet tona. Në këto momente, hëna në shëgjetar mund na shtyp pak drejt fanatizmave, sepse do të preket vazhdimisht nga kalimet e planetare. Prandaj dhe intuitën mund ta përdorim, por jo të bien prej instikteve tona. Pra gjithmonë duhet edhe logjika të futet në mes, në mënyrë që gjithë ato që po na dalin përpara të mund të përdorim. A do të na sjellë fat? Po, fat na sjell, por duhet mos bien prej e fanatizmave, pra e kushtëzimeve. Shenja e dashit, që është shenja e tretë që ka më tepër fat gjatë këtij muaji. Dashiti vjen pak me kusht, janë shumë aktiv, hiperaktiv, më të themi, dhe mund të kemi edhe probleme brenda familjes. Kjo është arsye që e kam pak me kusht. Në qoftë se nuk vjen prej impulseve të tyre gjatë këtij muaji, do të mund të përdorin fatin. Bile këshilla ime do të ishte që mos ngatrohen me njerëzit që kemi rreth e rrotull, të fokusohemi tek qëllimi që ne kemi në jetë. Në qoftë se vëm këto, për shenjën e dashit është një muaj fantastik. Po e them kështu, është një muaj vërtet shumë fantastik. Në datën 15, drejtuesi i dashit, që është Marsi, do të kalojë tek shenja e Bricapit. Ky është një ndikim shumë pozitiv për shenjën e dashit. Kur Marsi kalon tek Briciapi, qetësohet. Gjithë ajo energjia, hiperaktiviteti që ka, domethënë bëhet më i shtruar, bëhet pak a shumë me mend në kokë.
Prandaj dhe arrin që ta përdori në aspekte si karriera, për të rregulluar marrëdhënie familjare, për të vënë stabilitet në jetën e tij. Për këtë arsye, edhe pas datës 15, për shenjat dashje kemi një fokusim shumë të madh tashmë. Do të jemi më të fokusuar edhe në përdorimin e energjisë së tyre dhe janë shumë më tepër pozitiv. Por, kemi një kush shumë të rëndësishëm, duke qenë se vazhdojmë që të kemi shironin të vendosur tek ta, duhet të jemi të kujdesshëm në lidhje me shëndetin dhe të mos veprojmë të nxituar, sepse kjo mund të na shpirë në lërë të hapur, mirë të themi, dhe aksidenteve dhe detyrisht mund të na dëmtojë dhe në anën tonë fizike. Deja e dashur, unë rikëthimet nuk e këshilloj, prandaj dhe që tani tutje nuk do përmend me rikëthime, nuk më interesojnë. Nëse dëshironi që të dini për rikëthimet, ju lutem drejtoni tek astrolog të tjerë. Unë nuk më interesojnë rikëthime, më duket gjëja më pa kuptim që ekziston. Përderisa një gjë ka mbaruar, ka mbaruar. Do nga ana juaj apo nga ana tjetër. Pranojeni realitetin siç është dhe ecim përpara. Thash shenjat e zjarrit, thash shenjat që janë më tepër fat gjatë muajit dhjetor. Këto ishin shenjat më me fat gjatë muajit dhjetor. Shenja tjetër që ka shumë fat gjatë muajit dhjetor është shenja e peshqve. Shenja e peshqve ka një ndikim shumë të fuqishëm në këto momente. Në datën 11 do të mbaroj retrograda e Neptunit. Neptuni është drejtuesi i shenjës së peshqve. Në datën 28 mbaroi retrograda e Saturnit, që edhe ai në këtë moment është i vendosur tek shenja e peshqve. Për këtë arsye, kjo është shenja e cila pati një periudhë e cila ka qenë shumë sfiduese. Për shenjën e peshqve kemi mundësi që të zgjerohemi. Kishim shumë mundësi që i dilnin përpara deri në këtë moment. Por duke qenë se ata vetë nuk dinin se çfarë të zgjidhin, ishin shumë të shpërndar. Në disa raste, edhe nëse ishte diçka pozitive, nuk i vinin dot besë, prandaj dhe mund t'i kenë lënë gjërat për gjysmë e të tjerë. Ose ndoshta nuk kanë qenë të vendosur, nuk kanë ditur se çfarë risku të marrin. E gjitha kjo si proces ishte që ata të kuptonin mirë, ta njihnin mirë veten e tyre dhe t'i pranonin gjërat që kishin brenda vetes së tyre. Ishte një proces i domosdoshëm dhe shumë pozitiv në të vërtetë. Përfundimi tani që do të jetojmë. Ajo çfarë do të vijë re tek shenja e peshqve, që tani e tutit, sidomos pas datës 11 do të jetë një fokusim shumë i madh tek gjërat që kanë rëndësi. Kufin që ata kanë mësuar, kanë qenë të detyruar që t'i mësonin t'i vinin, tashmë do t'ju shërbejnë vërtet shumë. Do të kemi një rritje konstante në karrierë, që do thotë do të kemi një rritje konstante edhe në të ardhurat materiale. Për të gjithë ata që kanë punën e tyre, pra kanë një farë biznesi apo punojnë, sidomos ata që kanë një farë krijimtarie në punën e tyre, do të kenë sukses shumë të madh gjatë këtij viti. Nyja veriore që sjell fat në jetën tonë është e vendosur tek shenja e peshqve në këtë moment, do të vazhdojë që të jetë e vendosur deri në datën 18 gusht të vitit 2026. Deri atë ditë është periudha ku shenja e peshqve ka një fat vërtet shumë të madh. Që tani e tuti këtë do të mundet e ta përdorë. Pra të gjitha këto që kaluam deri në këtë momente, të gjitha sfidat, të gjitha pengesat, gjërat që nuk i dinim, ndoshta fobit që na dolën përpara e të tjerë, rikthime nga shkuarat, ciklet karmike, të gjitha këto na ndodhen në mënyrë që ne ta kuptojmë më mirë veten tonë dhe që tani ti përdorim. Prandaj dhe në qoftë se i vëzhgojmë edhe një herë nga fillimi në fund çfarë na ka ndodhur gjatë këtyre një viti e gjysmë, do ta kuptojmë shumë mirë se çfarë duhet të bëjmë që tani e tutje. Pika ku do të ndryshojë më tepër shenja e peshqve do të jetë jeta e tyre, në përgjithësi, sidomos marrëdhëniet që kemi. Pra, në qoftë se nuk kemi një lidhje, me shumë mundësi gjatë vitit të ardhshëm do të na dalin përpara persona që të mund të krijojmë lidhje. Kjo janë lidhje të rëndësishme, janë lidhje që do të thotë martesë, fëmijë, familje, pra, është shumë e rëndësishme për këtë arsye. Thjesht duhet vazhdojmë që të jemi përzgjedhës. Ato kufin që mësuam për përsëris duhet fillojmë t'i zbatojmë. Ju lutem, është kënaqësi. Ndryshoi shumë që nga ky moment, domethënë, ka ndryshuar shumë edhe mënyra se si shenja e peshqve e percepton dhe vetën e tij dhe botën. Këshilla do të ishte vërtet, domethënë që të mbini kufit të shëndetshëm. Këtu domethënë mbini kufit të shëndetshëm edhe vetes tuaj, mos e harxoni kohën tuaj kot. Gjëra që kanë rëndësi. Dhe vendosni njerëz se çfarë doni, ju vetë si individ. Jo se çfarë do shoqëria nga ju, çfarë doni ju vetë si individ, në mënyrë që të mund ta realizoni, sepse është momenti fiks tani që mund ta realizoni. Këto ishin katër shenjë që kishin më tepër fat. Nuk i marrë me radhë sepse ti marr me radhë, sot kështu e bëm. Gjithsesi, do të them tani edhe shenjat e tjera.
Muaji dhjetor është një muaj gjatë të cilit të gjithë ne kemi fat. Është një muaj që është pak a shumë shpërblimi që shpëtuam ose që dolëm banjë, që dolëm gjallë, domethënë nga ky vit. Ishte një vit vërtet shumë i vështirë, luftë e ndryshme çdo muaj. Prandaj dhe muaji dhjetor do t'i këshilloj të gjithëve që ta përdorim në maksimum sepse do të na nevojitet çdo gjë që po ndërtojmë në këto momente gjatë vitit 2026. Atëherë, po filloj me shenjat e tjera me radhë tashmë. Shenja e Demit, duke qenë se dashën e tham. Po do i marr me radhë, do i them të gjitha. Shenja e Demit, si fillim, gjatë këtij muaji ka një ndikim pak të përzierë. Arsyeja që është i përzierë se drejtuesi i shenjës së Demit, që është Venusi, është i vendosur tek shenja e Shigjetarit. Dhe Shigjetari është zjarr, mbi të gjitha është shumë aventurier, dëshiron vazhdimisht që të kenë ndryshim në jetën e tij dhe kjo detyrimisht e nxit edhe energjinë e Venusit, ndërkohë që Demit i pëlqen që të jetë stabil. Për këtë arsye, ka ndikime të përzierë. Por kemi një por shumë të madh. Në këto momente kemi Plutonin që është i vendosur tek shenja e Ujorit, që ndikon shumë shenjën e Demit, sepse është të dy janë shenja fikse. Dhe e sfidon, e nxit shenjën e Demit që të ndryshoj vazhdimisht në mënyrë që të gjejë formën e tij perfekte, që është potenciali i tij vërtet. Prandaj dhe shenja e Demit gjatë gjithë këtij muaji do të mësoj se si të ndryshoj bashkë me ritmin e kohës. Është një periudhë shumë pozitive për këtë arsye. Kjo është arsye që thashë. Mund të mos i pëlqej, por i bën vërtet shumë mirë. Dhe gjëja që duhet të ndryshoj në këtë moment është të mësoj se si të pranoj gjërat e reja në jetën e tij. Duke qenë se shenja shigjetare është fikse ashtu, që dëshiron vazhdimisht të lëviz, dëshiron vazhdimisht të krijojë, të zhvillojë, të zmadhojë. Në këto momente dhe shenja e Demit do të fillojë që të marrë këto si atribute, pra si virtyte, dhe t'i përdorë ato gjatë gjithë vitit 2026. Por përsërisht është një periudhë në të cilën duhet patjetër ta mësoj këtë si gjë. Pse? Pas datës 18 gusht të vitit 2026, shenja e Demit do të ketë një ndikim shumë të fuqishëm, ose më themi një tërmet të vazhdueshëm, sepse edhe aksi eklipseve do të kalojë tek dy shenjat që janë fikse, që është ajo e Luanit dhe e Ujorit. Kjo do të thotë që të gjitha sfidat që po ndjen tani nga Plutoni do të shumë fishohen. Kjo do të jetë edhe në aspektin edhe të karrierës, po ashtu edhe në aspektin e familjes. Prandaj edhe pse do të kemi zhvillime të shumta pozitive në përgjithësi, në qoftë se arrim që të përdorim, në qoftë se bien pre dhe dëshirojmë që të qëndrojmë vazhdimisht tek zona e komfortit, do të nxitemi ose më themi do të kemi probleme të rëndësishme. Këtu mund të thotë që mund të kemi mbarimin edhe të karrierës tonë, pra mund të kemi dalje nga puna, ndoshta ndryshimin e vendit ku jetojmë, edhe pse ne nuk duam të bëjmë diçka të tillë, mund të kemi humbje në të ardhurat materiale e të tjerë. Prandaj shenja së Demit këtë muaj do të këshilloj të përdorim pak a shumë si trajnim. Në qoftë se arrim që ta bëjmë, ta përdorim këtë si energji. Viti 2026, viti 2027 do të jetë shumë herë më i thjeshtë për ne. Pra, ky muaj është muaj praktike. Shikojeni se si po lëvizin gjërat, sepse do të jetë vërtet shumë efikase gjatë gjithë kësaj periudhe. Bile për 19 vite të ardhshme. Për shenjën e Demit fola pak, pikat ku mund t'i përdorim pak më tepër, se që ta vëmë re më tepër, është edhe për këta në lidhje me bashkëpunimet. Këtu të gjithë njerëzit që kërkojnë që të bëjnë diçka bashkë me ne, do t'i këshilloj që t'i marrim parasysh, t'i përdorim këto bashkëpunime, pra të mësojmë se si punojnë të tjerët dhe ta aplikojmë pastaj edhe në jetën tonë. Për shenjën e Demit t'i bëjnë gjërat, ta akumulojnë vetë, ka shumë rëndësi, por gjatë këtij muaji mund të mësojnë se si e bëjnë këtë punë të tjerë në mënyrë që të shtojnë edhe më tepër. Vetëm këtë duhet ta nënvizoj pak. Për shenjën e Demit nuk është negative si muaj, ky si muaj, nuk është fare negativ, domethënë shumë pozitiv, por i përsëris thjesht duhet jemi pak më të hapur ndaj të res. Kaq, kjo është vetëm gjë. Përveç kësaj do të kemi një frymë shumë optimiste domethënë që na ndihmon. Ndërkohë që po hëna e plot që do të jetë këtë të premte, është të premten natën, sapo do të ketë filluar dita e premte, ajo do të ketë ndikime të fuqishme në lidhje me shëndetin, si gjithmonë. Hëna e plot dhe hëna e re gjithmonë kanë ndikime shumë të fuqishme tek shëndeti jon, të gjitha shenjat. Prandaj do të këshilloj që ta dëgjonit atë si video, e keni te kanali im YouTube-it për gjithë ata që dëshirojnë.
por I kthehemi tashmë tek binjakët. Për binjakët kemi lajme të mira, vërtet të mira. Domethënë është një ndër muajt më pozitiv. Retrograda e Mërkurit mbaroi, në këtë moment është e vendosur tek shenja e Akrepit. Kjo për shenjën e binjakëve është një, le ta themi kështu, janë shumë kritikues në këtë moment, edhe ndaj vetes së tyre, ndaj të tjerë, por është pak a shumë si me lezet, nuk për sa ka me të keq, domethënë. Duke qenë se janë pak detektiv, arrin që të dallojnë dhe disa detaje që më përpara nuk I dallonin dot. Ju vit në mendje shumë gjëra nga e shkuara, nga familjaria, nga rinia e të tjerë. Janë një fazë pak nostalgjike, domethënë, po e them në këtë mënyrë. Është një periudhë shumë pozitive për shenjën e binjakëve. Ajo trysnia që kanë ndier deri në këto momente është ngritur. Plus, pas datës 11, duke qenë se edhe Neptun do të mbarojë retrogradën tek shenja e Peshqive, kjo do thotë që do të kemi një ndikim plus pozitiv për shenjën e binjakëve, sepse dhe kjo është një tjetër shenjë ndryshueshme. Shenja e binjakëve është një ndër shenja që ka vuajtur shumë, u bë një vit e gjysmë, 2, pak a shumë që vetëm vuan. Ka shumë probleme. Jupiteri pastaj kaloi, ishte aksi eklipseve e të tjerë, prandaj dhe shenja e binjakëve ka pasur një periudhë e cila nuk mbaroi rritje e tyre, por tashmë është periudha që duhet ta shijojë. Data 18 gusht 2026 për shenjën e binjakëve, ndryshe nga shenja që përmenda deri tani, është një datë vërtet shumë pozitive. Duke qenë se aksi eklipseve do të kalojë tek, ose më themi, nyja veriore do të kalojë tek shenja ujorit, për ta domethënë shtimi I fatit, zgjerimi I horizontit të tyre. Mund të dalin bilete jashtë shtetit në atë periudhë, ose të dalin mundësi që të trajnohen në fusha të ndryshme, duke qenë se informacioni, zgjerimi I tyre, ana tyre intelektuale ka shumë rëndësi për shenjën e binjakëve, do të jetë një periudhë vërtet shumë pozitive dhe shumë e begatë. Deri në atë pikë, në mënyrë që të arrijmë që ta shijojmë në maksimum, duhet të punojmë edhe tani, gjatë muajit dhjetor, duhet të punojmë edhe gjatë deri në atë datë, pra deri në datën 18 gusht të vitit 2026. Mënyra se si do të këshilloj të punojnë, të paktën tani në dhjetor, është që si fillim të spasroni nga jeta juaj gjëra që nuk kanë rëndësi. E di që në këtë moment po rikthehen shumë gjëra në jetën tuaj, sepse kemi rikthimin e Mërkurit tek e njëjta zonë që ishte në retrograd. Por kjo po ndodh në mënyrë që të shikoni se cilat janë gjërat që ju duhen apo s'ju duhen, njerëzit që ju duhen apo s'ju duhen, në disa raste dhe ku ju vetë domethënë harxhoni më tepër kohë pa kuptim. Prandaj edhe nëse e bëjmë jetën tonë të përditshme më të thjeshtë, fokusohemi pak më tepër edhe tek shëndeti jon, të kryejmë disa rutina të vogla të shëndetshme. Normale që do ta kemi shumë më të thjeshtë, që pastaj të krijojmë dhe të ardhmë materiale shumë të mira, të kemi një jetë e cila është pak më thjeshtë, por shumë më e mbushur, sepse të gjitha gjërat që do të kemi në jetën tonë do të na ngopin në mënyrë të dukshme. Çështje sentimentale për shenjën e binjakëve gjatë gjithë muajit dhjetor janë shumë pozitive, do të këshilloj me ngulm që ti përdorim, si për ata që kanë lidhje, si për ata që nuk kanë. Për ata që nuk kanë, nuk mund të them që do ta ndjejmë patjetër nevojën që të krijojnë një lidhje, por do të jenë vërtet shumë optimist, do ta shijojnë shumë jetën, prandaj dhe mund ta përdorni edhe në këtë mënyrë. Socializimi detyrimisht na bën mirë. Dhe për sa I përket harxhimeve, kjo është pika që do të këshilloj që të jemi pak më të kujdesshëm. Për harxhimet për shenjën e binjakëve, do të këshilloj që të jemi të kontrolluar, do të marrim para, mund të kemi edhe rikthimin e mundësive për të krijuar para, në një mënyrë ose në një tjetër, por duhet të jemi të kujdesshëm. Gaforët, edhe ata që kanë lindur në këtë shenjë, edhe ata që kanë ascendentin të kjo shenjë. Për shenjën e Gaforës, kemi ndikime shumë të përzira gjatë të muaj, duke qenë se dielli, pjesën ndërmuese të këtij muaji do të jetë tek shenja e Shqiptarit, që është drejtuar nga Jupiteri, I cili në këtë moment është vendosur tek shenja e Gaforës dhe është në retrograd. Kjo do të thotë që është një periudhë ku është pak e sfiduar shenja e Gaforës. Është në ndikimin 100% të hënës. Çfarë do të thotë kjo? Hëna është komplet instinktet dhe impulset tona. Duke qenë se shenja e Gaforës është një shenjë shumë sentimentale, mund të bjerë pre e sentimentalizmit të saj, mund të bjerë pre e emocioneve të saj, prandaj edhe mund të reagojë dhe të veprojë në mënyrë impulsive. Kjo është edhe sfida që ka gjatë këtij muaji. Nuk është negativ si muaj, është shumë pozitiv, përkundër, është shumë pozitiv, por nëse nuk vjen pre e instinkteve e impulseve tona, dhe veprojmë në mënyrë hormonale për të themi, të lëm hormonet që të fitojmë dhe jo logjika jon, në qoftë se jemi të logjikshëm gjatë gjithë këtij muaji, duke qenë do të kemi rikthimin e shumë mundësive, si për të ardhurat materiale, si për punën, për partner, për karrierë, shoqëri, shumë gjëra.
Përshenjën e gaforës kemi mundësi shumë të madhe për të rritur, për të zhvilluar dhe për të risjellë në jetën tonë edhe elemente që ndoshta nuk e kemi ditur vlerën në të shkuar. Prandaj muaji dhjetor është shumë i rëndësishëm. Tema e rëndësishëm në këto përshenjën e gaforës. Mënyra se si mund ta përdorim me efikasitet të plot është që të jemi pak edhe sakt dhe të jemi të planifikuar. Në momente që kemi emocione shumë të larta, të jemi të vetëdijshëm dhe ta kuptojmë që kjo po ndodh sepse ka diçka që po na stimulon në ambientin që na rrethon ose një ndjenjë që nuk e kemi përpunuar dot ose nuk e kemi përtypur dot, po e themi në këtë mënyrë. Prandaj dhe do të këshilloj që ta marrim parasysh dhe të fillojmë pak a shumë të rikthehemi të njëjtës temë brenda vetes tonë, nëse kemi persona me të cilët mund të flasim edhe më mirë akoma, sepse një mendim i dytë gjatë kësaj periudhe na bën vërtet shumë mirë. Jetën tonë duhet ta pastrojmë sa më shumë që të jetë mundur, duhet të mbajmë vetëm gjërat që janë esenciale. Kjo është si përveshje, duke qenë se shenja e gaforës ka tendencë që të mbajë gjithçka, sepse kujtimet për të janë shumë të shenjta, prandaj dhe mund të mbajë gjithçka në saj. Sa më thjesht, sa më pak, aq më mirë për shenjën e gaforës gjatë gjithë muajit dhjetor. Ndërkohë që pjesa e dytë mund të jetë më tepër sfiduese në marrëdhëniet që ka me partnerët e tyre. Për të gjithë ata që nuk janë në një lidhje, kjo do të jetë pak më tepër sfiduese në botën e tyre të brendshme, sepse mund të fillojnë dhe të pyesin veten e tyre pse apo nuk kam dikën në jetën time. Pra, mund të kemi një vetbesim pak më të ulët gjatë kësaj periudhe, prandaj edhe gjatë kësaj periudhe do të këshilloj që të marrim mendime të dyta, nga shoqëria na bën shumë mirë punë. Dhe shenjës së gaforës do të ndikojnë në mënyrë pozitive edhe mbarimi i retrogradës së Neptunit. Kjo do të thotë që për ta do të mbarojnë pengesat që deri në këto momente mund të ketë pasur për dalje të shtetit, për trajnime dhe sidomos për të realizuar qëllimin që ata kanë vërtet në jetë. Pra, kjo është një nga temat më të rëndësishme për ta. Në qoftë se qëllimi që ata i kanë mbetës së tyre është të krijojnë familje ose të trajnohen ose të studojnë për një deg të caktuar apo të arrijnë një pikë të caktuar në shoqëri. Dhe deri në këto momente mund të kenë hasur probleme ose vështirësi, ndoshta edhe pengesa të caktuar nga njerëz që kanë rreth rrotull. Gjatë muajit dhjetor, të gjitha këto do të kuptojnë se si mund të hiqin nga jeta e tyre dhe pas datës 11 automatikisht pak a shumë do të fillojë që të duken ato se çfarë do të bëjnë. Shenja e luanit e tham në fillim fare, sepse ishte shenja me fat e këtij muaji, ndërkohë që shenja e virgjëreshës. Për shenjën e virgjëreshës, një lloj siç ishte tek shenja e peshqve dhe shenja e binjakëve, duke qenë se është një tjetër shenjë e ndryshueshme, kemi një çlirim të dukshëm në këto momente. Këtë e thash faktikisht edhe diku, më kam bërë mend, ose tek parashikimi javor ose tek hëna e plot, por vërtet që kemi një ndikim shumë të madh pozitiv për këtë arsye. Mbarimi i retrogradës së Saturnit e ndikoi në mënyrë shumë pozitive shenjën e virgjëreshës, duke qenë se pas shenjës së peshqve ishte shenja më e ndikuar nga kjo. Pika ku ishte më e ndikuar që marrëdhëniet që kanë në çift, sepse aty mund të kemi pasur një disbalancim të dukshëm. Po mësonte shenja e virgjëreshës se si të vinte kufin të shëndetshëm. Dhe tashmë është detyruar që to t'i aplikojnë. Një lloj siç ishte tek peshqi, përsëris. Për shenjën e virgjëreshës mund të kemi pasur probleme me të ardhurat materiale, me stabilitetin në përgjithësi, duke qenë se i duhet që të krijonte një rend të ri brenda shtëpisë, vendit ku ata jetojnë, banesës. Kjo është arsyeja e vetme, faktikisht, që po ndodhin të gjitha këto. Në qoftë se kemi arritur ta bëjmë këtë, që tani tutje do ta kemi shumë më të thjeshtë, sepse gjatë gjithë muajit dhjetor, kjo është tematika që do të merren në përgjithësi. Si duhet ta, nëse vazhdojmë që të kemi të njëjtat probleme, të njëjtat debate me familjarët tanë, këshillja ime do të ishte që të merrim gjërat pak më tepër me qetësi dhe të fokusohemi tek gjërat që kanë rëndësi në këtë moment, që është pikërisht karriera e tyre dhe realizimi i ëndrrës dhe qëllimit të tyre që kanë në jetë. Në këtë moment kemi rikthime të mundësive, shumë mundësive në jetën e tyre, si për krijimin e lidhjeve të reja, sentimentale ose partneriteteve, po ashtu dhe përgjetjen e personit që do të kalojmë jetën, realizimin e ëndrave, qëllimit që kemi të statusit që duam të arrijmë në shoqëri. Shenja e virgjëreshës në këtë pikë është një ndër shenjat më me fat në këto momente. Do t'i këshillojmë me ngulm që ta përdorim. Pjesa e dytë e muajit është efikas.
duan s'duan ata janë shumë më tepër efikas. Duke filluar që nga data 15 do të fillojmë ta ndiejmë këtë, gjërat do të vijnë pak a shumë në rend vetvetiu, duke qenë se Marsi do të kalojë tek shenja e Vricjapit. Janë shumë më efikas edhe në lidhjet e tyre, por kjo mund të bëhet edhe pak si pengesë për lidhje sentimentale, duke qenë se mund të shikojnë gjëra shumë mekanike. Këshilla ime do të ishte që të mos harrojnë edhe gjëra empatinë që mësuan gjatë gjithë kësaj periudhe. Ky është një kusht që ka shenja e Virgjëreshës. Pra kushti është që mos jemi mekanik, që të jemi më romantik. Gjithsesi, shenja së Virgjëreshës muaj dhjetor ta këshilloj që ta përdorim për të krijuar stabilitet ekonomik. Të krijojnë një kapital në mënyrë që pastaj të mund ta përdorin gjatë gjithë vitit 2026. Në lidhje me shëndetin, nëse kemi pasur probleme, këto probleme nuk po them që kanë filluar tani, vetëm këtë muaj, domethënë grip ose viroza, po them probleme të rëndësishme nëse kemi pasur në sistem, në trupin ton, pak rëndësi ka. Atëherë gjatë kësaj periudhe, gjatë dhjetorit, më mirë të themi, mund të dalin pak më tepër në sipërfaqe në mënyrë që ne t'i perceptojmë. Ose për ata që e dim se çfarë janë, mund të gjejmë kura. Një nga të dyja. Varet se çfarë pjesë të spektrumit jeni. Po, lumjo, Virgjëresha po. Muaji dhjetor shumë pozitiv për ta, edhe janari do të jetë shumë pozitiv për ta. Në përgjithësi, po e them në këtë mënyrë, edhe viti 2026 do të jetë i tillë, por nga koriku e tutje, do të jenë të detyruar më tepër që të përdorin ato që akumulojnë tani. Nuk do të thënë se është negativ dhe do harxojnë ato, do i përdorin për të ndërtuar jetën që të dëshirojnë vërtet, domethënë. Prandaj këshilla ime do të ishte që në këtë moment të akumulojnë sa më tepër shtet e mundur. Është, po e them në këtë mënyrë. Sa më shumë mjete të kemi, sa më shumë elemente të kemi, sa më shumë materiale të kemi, aq më të madhe do e bëjmë shtëpinë, domethënë nga një koriku i vitit 2026 tutje. Kjo është e fiks. Shenjat peshorës kanë disa ndikime shumë të çuditshme në këtë. Në përgjithësi janë shumë pozitive. Marrëdhëniet që kam me rrethin e tyre të ngushtë, mënyra se si flasin, se si komunikojnë, sidomos ata që kanë një dell artisti, po e them në këtë mënyrë, do i këshilloja me ngurm që ta përdorin në këtë moment, sepse çdo gjë që krijoni do të ketë vlera shumë të mëdha, si monetare, po ashtu edhe në jetën tuaj sociale. Është e vlefshme për gjatë gjithë muajit dhjetor. Pas datës 24, duke qenë se drejtuesi i shenjës së peshorës, që është Venusi, do të kalojë tek shenja e Vricjapit. Kjo do të thonë që të gjitha këto krijime që kemi bërë deri në atë datë mund t'i përdorim për të krijuar stabilitet shumë të madh për në brenda shtëpisë. Është muaj i artë për shenjën e peshorës. Domethënë është një ndër shenjat më me fat, arsye që nuk e thash që është shenja më me fat, është se mund të kemi probleme, një, me partnerin tanë, në qoftë se nuk jemi të vëmendshëm dhe probleme të rëndësishme. Dy, mund të kemi probleme brenda shtëpisë dhe me karrierën, përsëri në qoftë se nuk jemi të vëmendshëm. Këshilla ime për shenjën e peshorës do të ishte që të fokusojmë në këto momente tek gjërat që ne mund të krijojmë vetë, të jemi shumë tolerant ndaj partnerëve tanë. Ndërkohë që në lidhje me karrierën, do të këshilloja që të vazhdojmë të punojmë dhe në qoftë se jemi në një status, pra që jemi pak a shumë drejtues në punën tonë, do të këshilloja që të jemi shumë më të vëmendshëm ndaj personave që punojnë për ne. Sepse është periudha që mund të kemi dhe rritje shumë të madhe, por në qoftë se ne nuk arrim që të perceptojmë mirë se çfarë pune bëjnë vërtet njerëzit që kemi rreth rrotull, sidomos në qoftë se kemi far statusi, kjo do të thotë që do të kemi humbje pas kësaj, sepse është pak a shumë do të krijojmë far karme. Ne nuk ja u dim të tjerë dhe sistemi ose universi nuk na i din neve. Kjo është arsye që shenjës së peshorës, ata që kanë një far status përsëris, duhet të jemi shumë të vëmendshëm. Ndërkohë që ne në qoftë se punojmë diku, do të këshilloj që të vazhdojmë të bëni punën tonë, pavarësisht se na i din apo s'na i din e për ta. Është një periudhë ku duam apo s'duam ne, duan apo s'duan ata, do të fillojmë që të shkëlqejmë. Dhe do të kemi të rikthimin e mundësive, prandaj dhe shenjës së peshorës do të këshilloj që të fokusohemi tek gjërat që ne kemi në dorë dhe mundemi t'i bëjmë. Jemi shumë kreativ në këtë moment, edhe nëse nuk zgjidhet diçka, nuk e kemi zgjidhur dot diçka deri në këtë moment, tani kemi mundësi ta zgjidhim. Do na vinë disa ide që edhe ne nuk e kuptojmë se nga na vijnë. Për sa i përket marrëdhënieve,
partneriteteve, këtë po e them, duke qenë se kemi shironin të vendosur tek shenja e dashit, në qoftë se veprojmë në mënyrë impulsive, ne vetë, ose partneri jon vepron në mënyrë impulsive dhe ne kapemi shumë pas asaj gjëje, pas historisë, domethënë çfarë gjë që ndodhi dhe nuk fokusohemi tek zgjidhja ose që të kuptojmë partnerin ose pse e bëri faktikisht këtë gjë, cili ishte problemi ose rrënja e problemit, normalisht do të krijohen përçarje të rëndësishme. Kjo është arsye që përsëris nuk e thash që është shenjë me fat. Jo, përndryshe është një nga shenjat me fat. Është në përgjithësi një muaj shumë pozitiv, mjafton që të jemi të vetëdijshëm për ta përdorur. Viti që vjen, po është vit shumë pozitiv. Kjo është edhe arsye që muajin dhjetor tani duhet ta përdorim në maksimum, sepse sidomos pas datës 18 gusht të vitit 2026, për shenjën e peshorës fillon një periudhë fati, me shumë fat, vërtet shumë fat. Prandaj dhe do i këshilloj që muajin dhjetor tani ku jemi ta përdorim. Mënyrë se si mund ta përdorim sapo thash. Shenja e Akrepit ka ndikime pozitive më së fundit. Atëherë, Saturni mbaroi retrogradën. Saturni ishte vendosur tek shtëpia e fatit për shenjën e Akrepit, prandaj i fati kanë qenë ngucur në këtë moment. Mund të si dilnin përpara, por duke qenë se fati ishte ngucur, nuk dinim se edhe qoftë një sekond në qoftë se mendoheshim, na ikte nga duart. Në lidhje me shëndetin kemi probleme. Vazhdojmë që të kemi probleme në qoftë se nuk kemi të kujdesshëm. Të po analizojmë, në qoftë se nuk kemi të kujdesshëm për shëndetin tonë, në qoftë se rutina jone e përditshme nuk përfshin kujdesin tek ushqimi, kujdesin tek trupi jon, pra sportin, atëherë normalisht do kemi probleme me shëndetin. Mënyra se ta vëmë re këtë është dhimbje koke, mund të kemi probleme edhe për të perceptuar ambientin që na rrethon, dhe si rrjedhoj, t'i lejojmë edhe njerëzit që kemi rrethon të na përdorin. Pra është edhe në shëndetin psikologjik edhe në shëndetin fizik, në të dyja rastet. Shenja e Akrepit për këtë arsye do t'i këshilloj që të bëni patjetër sport. Kjo do të ndihmojë më të them në të dy aspektet, edhe në shëndetin fizik, por edhe në shëndetin mendor. Duke qenë se do të jenë në një kontroll të plot të vetes së tyre, në momentin që kanë kontroll të anës së tyre fizike, kanë më tepër mundësi që të perceptojnë gjërat që po ndodhin aktualisht në ambientin që ka rreth rrotull, dhe si rrjedhojnë, edhe të mos e lejon këto si gjëra që të ndodhen dhe të mund të përdorin edhe ato shanset që sapo thash në avantazhin e tyre. Në këto momente përsëri Saturni mbaron retrogradën, prandaj edhe mundësitë në këto momente mund të rikthehen gradualisht në jetën tonë. E kemi edhe mundësi që t'i kapim. Në datën 11 dhjetor do të mbaroj edhe retrograda e Neptunit. Edhe kjo është e vendosur tek shenja e Peshqve, për këtë arsye është e vendosur tek shtëpia e fatit për shenjën e Akrepit. Në këto momente, kjo mund të thotë edhe vartësi që rikthehen. Në këto momente. Por me mbarimin e retrogradës do të thonë që të gjitha këto tematika mund të qetësohen. Vartësi nuk do me thënë thjesht lëndë narkotike, mund të thonë edhe zakone që ne kemi, individ, pra lidhje sentimentale. Prandaj edhe në këto momente fiks, shenja e Akrepit vazhdon që të ketë tendencë që të dashurohet me një person që kanë imagjinat e tyre, jo me realitetin. Këshilla ime do të ishte që gjatë gjithë muajit dhjetor ta kontrollojmë veten e tyre vazhdimisht. Nëse është apo s'është vërtet ky person që unë kam përballë, ashtu siç unë dua që të jetë, apo është ndryshe. Pra të shikojmë realitetin në sy ashtu siç është. Në lidhje me çështje sentimentale, pas datës 11 ka shumë më tepër fat. Shumë herë më tepër fat. Bile shenja e Akrepit është një ndër shenjat të cilat mund të krijojë lidhje gjatë kësaj periudhe. Një ndër ndikimet më pozitive që do të ketë është edhe krijimi i familjes për ta. Është një periudhë pozitive, por përsëris mjafton që të dimë se si të përdorim. Dhe në lidhje me karrierën, në këto momente, shenja e Akrepit do të këshilloja që të fokusohemi për të bërë trajnime, për të zhvilluar kapacitetin tonë, sepse pas datës 1 korrik, ose më themi duke filluar nga data 1 korrik e vitit 2026, për shenjën e Akrepit do të fillojë një periudhë art në lidhje me profesionin e tyre, karrierën. Prandaj edhe nëse bëjmë trajnime tani, e zgjerojmë veten tonë, gjatë asaj periudhe kemi mundësi që të gjitha këto t'i përdorim dhe të shkëlqejmë në mënyrë të dukshme.
Data 18 gusht, pas asaj është një nga datat më pozitive, fillon edhe një tjetër periudhë pozitive për ta, por është me por, në qoftë se ne i kemi të kaluar sfidat që na dorën deri tani përpara, pra ato siç e thash, nëse nuk kemi rënë pre imagjinatës tonë dhe kemi ndjekur vetëm veset tona ose impulset tona, instiktet tona e të tjerë. Pas asaj, shenja e akrepit ka mundësi që të shkëlqejë në karrierë, por nëse këto që i thash kanë ngelur përbrenda zonës së të komfortit, pas datës 18 gusht të vitit 2026 deri në fund të vitit 2027 pothuajse do të ketë një periudhë vërtet shumë sfiduese në lidhje me karrierën e tyre. Do të këshilloj që të vëmë gjërat në vijë pra që tani. Muaji dhjetor për këtë pikë është shumë i rëndësishëm, prandaj po e ripërsëris muaji dhjetor sepse është fiks hapi i parë për vitin e ardhshëm. Mirëmbrëma. Unë po flas për muajin dhjetor, si ta përdorim në mënyrë që të jemi më efikas gjatë vitit 2026 dhe po them përciptazi dhe për vitin 2026. Detajet për vitin 2026, në mënyrë shumë të detajuar, do të flas në lidhjen që do të bëj nga Zoom-i, do të jetë në datën 14 dhjetor. Është një lidhje që duhet të bëhet në prenotim, do të jetë me pagesë. Të gjitha detajet mund të merrni nëse më shkruani nga WhatsApp-i. Në qoftë se më merrni në telefon, ju bëj blok automatikisht. Ndërkohë që nëse më shkruani nga WhatsApp-i, ju kthej përgjigje. Nëse më merrni në telefon nga WhatsApp-i, nuk bie telefoni, kështu mos e merrni kot. Numrin e WhatsApp-it mund ta gjeni te profilet e mia, të gjitha profilet janë. Në përgjithësi, poshtë çdo postimi edhe një mesazh, një koment, te komentet mund ta gjeni atë. Atëherë shenja e Bricapit, muaji dhjetor për shenjën e Bricapit është muaji Çelës. Deri në datën 11 do të kemi Mërkurin të vendosur tek shenja e Akrepit. Ky është ndikim shumë pozitiv për shenjën e Bricapit. Shumë pozitiv. Janë shumë më tepër arrin që të dallojnë detajet. Janë detektiv edhe në lidhje me ambientin që i rrethon në këto momente. Prandaj arrin që të perceptojnë shumë mirë se kush e ka më të mirë dhe kush e ka më të keq. Ndërkohë që dielli është i vendosur tek bota e tyre brendshme, kjo do të thotë që ka një botë brendshme shumë të ngarkuar. Mund të shikoni shumë ëndra për shembull në këto momente, ëndra të cilat ju lodhin. Do t'ju këshilloja që të mbani detar për ëndrat, një, më e rëndësishme, dhe e dyta është që të bëni një plan. Vërtet plan, me pika. Çojmë në mëngjes, hap bukë, pi ujë, shkoj në punë, kam këtë punë për të bërë. Planifikimi i saktuar për gjatë gjithë ditës. Në qoftë se i përmbajmë pasaj atij plani gjatë gjithë këtij muaji deri në datën 21 më të themi, për shenjën e Bricapit është muaj që mund të bëhet më efikas, që mund të mbajë në jetën e tij vetëm gjëra që i nevojiten dhe mbi të gjitha këto gjëra po mban në këto momente në jetën e tij, do të mund të përdorë pas datës 21 për të krijuar jetën që ai dëshiron. Kjo normalisht arrit me punën dhe përpjekjen sa po përshkrova. Ndërkohë që në datën 25 pas gjithë këtyre planeteve që do të kalojmë me radhë, në datën 14 do të kalojë Marsi, është ndikim pozitiv, sepse Marsi ndjet shumë mirë tek shenja e Bricapit dhe Briciapi ndjet shumë mirë kur Marsi është aty sepse i aktivizon në mënyrë të dukshme dhe pozitive, unë duhet ta analizoj. Kemi kalimin e diellit, do të filloj stinë e tij në datën 21 dhjetor. Ndërkohë që në datën 25 do të kemi edhe kalimin e Venusit, që është planeti i dashurisë dhe i bukurisë. Por Venusi nuk ndjet mirë këtu. Prandaj edhe në mënyrë që ta përdorim në mënyrë më efikase, ne duhet të dimë se çfarë të bëjmë përpara asaj, të kemi të gjitha të planifikuara. Muaji dhjetor për këtë arsye është Çelës për shenjën e Bricapit. Në mënyrë që gjithë janarit të mund të përdor gjitha elementet që sapo përmenda, për punën, për anën emocionale, për stabilitetin ekonomik, gjithçka që dëshironi, dhe sidomos këshilla ime do të ishte që të përzitni mirë shoqërinë tuaj gjatë muajit dhjetor. Të mos humbisni kohë me persona të cilët thjesht ju han kohën, me persona të cilët vërtet, domethënë, ju përdorin e të tjerë. Kjo është një ndikim shumë i rëndësishëm. Ndërkohë që në lidhje me partnerët tuaj, nëse jeni në lidhje afatgjatë sidomos, do t'ju këshilloja me ngurm që nëse keni një problem ta diskutoni hapur dhe t'i zgjidhni, sepse nëse i mbartni këto probleme edhe në vitin e ardhshëm, do të zgjatën pastaj për një periudhë shumë të gjatë, gjë që do t'ju mbasti shumë herë më tepër kohë. Për shenjën e Bricapit patëm një rregullim. Kemi tashmë një rregullim sepse Saturni është drejtuesi i tyre dhe mbaroi retrogradën. Saturni është i vendosur tek shenja e Peshqve ku nuk ndjet fare mirë dhe duke qenë se në këtë moment, siç e thash, është i vendosur tek shenja e Peshqve,
dhe ishte në retrograd, kjo indikonte atë në mënyrë shumë negative. I ngadalsonte, nuk dinë se si të vepronin, mundësitë që dilnin përpara nuk dinë se si të shfrytëzonin, mënyra komunikimit të shumë për të kërkuar marrëdhënie me vëllezërit dhe me motrat e tyre, ishte shumë i sfiduar, e të tjerë, por të gjitha këto mbaroi retrograda e Saturnit dhe nuk do të rikthehet më tek Peshqit. Domethënë ka një proces të gjatë, pas 28 vjetësh do të rikthehet përsëri, deri atëherë ti më gjallë. Shenja e ujorit, edhe kjo është një nga shenjat më me fat. Sot kur isha te Top Channel, domethënë thashte si një nga shenjat që kam të për fat. Arsye që nuk e përmenda sot në fillim, ishte sepse shenjat e zerrit kanë vërtet më tepër tendencë që ta përdorin më mirë në momentin, domethënë. Por shenja e ujorit në këtë moment e ka të vendosur Plutonin tek shenja e tyre, prandaj edhe kjo i ngadalson në mënyrë të dukshme. I sfidon më të themi, sado që të kem fat, detyrimisht duhet të mendohen mirë përpara se të veprojnë. Mbi të gjitha, në këto momente, kur Urani është e vendosur tek shenja e Demit, krijon tërmete të rëndësishme në jetën e shenjës së ujorit, duke qenë se ka një kënd negativ me ta, dhe duke qenë se reprezenton edhe familjen, banesën dhe stabilitetin e tyre të përgjithshëm. Kjo është edhe arsye që në këto momente tek shenja e ujorit mund të kemi pasur probleme të tilla. Pak më tepër që ishte edhe i vendosur tek grada e fundit. Dhe grada e fundit e çdo shenje është problematike. Duke qenë se nesër, Urani tashmë atë gradën e fundit do të kaloj tek grada 28, ku fillon dhe merr ndihmë të rëndësishme nga sistemi. Për këtë arsye, të gjitha problemet që mund të kemi pasur, ato që sa përmenda deri tani në jetën e ujorit, do të kalohen pak a shumë vetë ju. Do të gjejnë ndihmë në një mënyrë ose në tjetër. Në përgjithësi nga femrat, por do të marrin ndihmë për të zgjidhur këto probleme. Kjo do të krijojë një stabilitet të rëndësishëm në jetën e tyre. Mjafton që të jemi pak më të qetë. Dhe nëse deri në datën 21 fokusohemi për të krijuar një rrjet social më të gjerë. Ky rrjet social do të na ndikojë në mënyrë shumë pozitive në çdo aspekt të jetës. Do të na drejtojë aty ku ne duhet, si për të krijuar ndoshta biznes të ri, për të krijuar lidhje të reja, për të krijuar jetën që ne dëshirojmë, për të realizuar ëndrat e qëllimet tona. Mbi të gjitha, shenja ujore gjatë gjithë muajit dhjetor, në përgjithësi, do të shkëlqejë në mënyrë të dukshme në evenimentet sociale. Prandaj dhe, duke qenë se është një nga temat më të rëndësishme, është themeli i shenjës ujore, pra socializimi, do të këshilloj që ta përdorin sepse i bën vërtet shumë mirë. Dhe një ndër ndikimet më pozitive që ka shenja e ujorit, që nga dita e nesër me tutje, mund të kemi edhe krijimin e familjes, sepse do të thotë edhe krijimin e stabilitetit ekonomik brenda shtëpisë, banesës, ose krijimin e diçka të re, rikthimi i një ndjesie sigurie mbi të gjitha, dhe kjo normalisht në shenjën ujorit është një periudhë shumë pozitive. Muaji dhjetor do të këshilloj që ta përdorim. Po e nënvizoj. Viti i ardhshëm, viti 2026, është pak a shumë një ndër karakteret kryesorë do të jetë shenja e ujorit. Sidomos pas datës 18 gusht, kur nyja veriore, pra aksi i eklipseve, do të kalojë tek shenja e tyre. Data 18 gusht, për këtë arsye, është datë e shënuar për shenjën e ujorit. Mund të vi me sfida, mund të vi në mënyrë jo të papritur, ose në mënyrë që ata nuk e perceptojnë dot mirë, ose e të tjerë, në mënyrë shumë të ndryshme pra nga ajo çfarë ata dinë dhe njohin, por kjo nuk do të thotë që nuk është pozitive, përkundër, dhe nëse se ne jemi të vetëdijshëm gjatë asaj periudhe, do të jetë pas një periudhë pothuajse një vit e gjysmë, do të mund ta përdorim në maksimum. Kemi Plutonin, po e nënvizoj tek shenja e ujorit, prandaj dhe duam ne, është një ndër shenjat më të sfiduara të këtij shekulli. 20 vitet të ardhshme, 19 na kanë ngelur tashmë, është një ndër shenjat më të sfiduar, do të jetë detyruar që të ndryshojë gjithçka në jetën e tyre, nëse nuk është funksionale, nëse është funksionale do të qëndrojë, por nëse nuk është funksionale do të ikë nga jeta e tyre. Prandaj dhe, duke filluar nga 18 gushti i vitit 2026, do të marrë një farë ndihmë, le të themi, që ta kaloj pak më thjesht. Po them parashikimin ose meritim si ta përdorim këtë muaj në mënyrë që vitin 2026 pasat të përfitojmë në maksimum. Ndërkohë që parashikimin e detajuar vjetor për vitin 2026 do ta bëjnë në datën 14 dhjetor, do të jetë një lidhje online, do ta bëjnë nga Zoom-i dhe do të jetë vetëm me pjesëmarrje me abonim. Jepim prenotim. Dhe mund të merrni pjesë në qoftë se më shkruani nga WhatsApp-i im.
Numrin e WhatsApp-it mund ta gjeni te të gjitha profilet e mia, do të jetë një shërbim me pagesë. Ajo është shërbim me pagesë. Më keni pyetur disa herë, emri te të gjitha platformat e mia, të gjitha pa përjashtim, çfarë kam, çfarë s'kam, është astrologe Denisa Shyla. Është thjesht. Mirë, pra, natë e mirë. Faleminderit të gjithëve që morët pjesë.